zoti Ladrovci thoshte, unë jam këtu, ose me PDK, ose pa PDK, do të garoj. Madje në një deklarat tjetër, thotë se pret spaku 80.000 vota ti marë. Ju patët, keni pasur disa takime, ishte edhe një fotografie, një takimi ku ishte edhe zoti Ali Ahmeti. Së është gjendja? Gjendja është që ne bashk do të arrijmë rezultatin që Partia Demokratike e Kosovës me formue qeverin e ashme të Republikës Kosovës dhe me udhëheq qeverin e Republikës Kosovës. Unë jam i bindur që ne do të maksimalizojmë votën, sikur se në zgjedhjet e kaluara që kemi fituar rreth 20.000 vota si Partia Demokratike e Kosovës në Drenas, e preskit rezultat, ndoshta edhe me një rritje, nuk është e lehtë me arrit, por është e mundshme dhe normalisht që do të ketë impakt edhe në gjitha komuna tjera të Republikës Kosovës. Prandaj jemi si ekip e unifikuar, zgjedhjet gjithmonë krijojnë momente të caktuara, ka pak edhe situata, edhe hatërmbetje, edhe kur bëhen brenda Partisë Demokratike të Kosovës, edhe brenda ndonjë partie tjetër politike, edhe brenda komunave, po megjithatë koha ka qenë shumë e shkurtë, to janë tejkalu, ne garojmë këto janë tejkalu, ne garojmë bashkë edhe do të arrijmë rezultatet mira në këto zgjedhje. Pra, zoti Ramiz Ladrovci është PDK, do të garoni bashkë, nuk ka iniciativë, nuk ka pse të ketë iniciativë. Unë e kam thonë edhe publikisht se zoti Ramiz Ladrovci ton kohën, asnjëherë s'ka pas vendim që zoti Ladrovci nuk është në PDK. Mirë, po ai doli për iniciativën. Edhe asnjëherë zoti Ladrovci nuk ka thonë që s'jam PDK, nuk ka deklaru, edhe zoti Ladrovci nuk ka bëjë iniciativë. Zoti Ladrovci ka me qenë pjesë... Ishtë ajo për Drenasin. Ka me qenë... Drenasin, zhjetë lokale. Zhjetë lokale u kryë. Sa i karoj kunder kandidatit të PDK-s. Zhjetë lokale kanë përfundu. Zoti Ladrovci është kryetari komunës Drenasit. Ja kemi uru edhe është komuna 7 e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, Drenasin duhet edhe zyrtarisht llogaritet si komuna 7 e PDK-s. Si komuna 7 e PDK-s është. A pat nevojë të vije zoti Ali Ahmeti që të hyj ndërmjet, se shkoj zoti Ahmeti edhe te zoti Sami Lushtaku dhe ne i dim për plasjet e zotit Lushtaku me zotin Ladrovci. Madje para se të hyni në konvent, ku ju morët votat për të bërë kryetar, zoti Lushtaku tha për atë zoti Ladrovci pak a shumë nuk ka vend brenda PDK-s. Zotin Ladrovci dhe zotin Lushtaku e bashkojnë shumë e shumë çështjet përbashkëta, pika, rrugtim, arritje, sfida, rreziqe. Tonë kanë herë na dallojnë çështjet të caktuara, po kur ka vullnet, kur ka energji pozitive, krejt e kalon. Asaj përket zotit Ahmeti, zoti Ahmeti është një personalitet i respektuar, me kontribute kombëtare dhe normalisht që ne takohemi me personalitetet të tilla edhe nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria dhe nga gjitha trujet shqiptare. A erdhi si ndërmjetësues, zoti Ahmeti? Ka qenë drek miqësore, drek e përbashkët, edhe dalim në takime tilla. A janë pajtuar sot zoti Ladrovci me zotin Lushtaku? Ja, shiko, këto tema, për me unë nuk i di detalet e çështjeve të caktuara dhe nuk janë për mu të transishme detalet e çështjeve të caktuara, po ne di që çështjet janë të tejkaluara dhe na udhtojmë bashkë në Partinë Demokratike të Kosovës, me gjithë ata që kanë kontribu, jam i hapur, prej fillimit, prej themelimit, prej kur ka qenë PPDK, gjithë ata që na u kanë bashku gjatë rrugtimit, edhe jam i hapur për të tjerë që shpovin me ardhë në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe janë të gjithë të trajtuar njëjtë e barabartësisht. Zoti Ladrovci fliste për disa kushte, disa bedel, disa... Pra, ai vazhdoi pak a shumë, thotë se nuk po merret shumë seriozisht. Janë çështje të mbyllura, i keni zgjidhur. Janë çështje të mbyllura, na ecëm përpara. Dhe zoti Ladrovci do të jetë brenda me ju PDK, a do të jetë pozita brenda hierarkisë së PDK-s? Zoti Ladrovci do të ketë kontribut në fitoren e Partisë Demokratike, qysh do të kenë edhe shumë figura edhe njerëz të strukturat të Partisë Demokratike. A do të jetë edhe në strukturat të partisë? Po ky është aktualisht është kryetari komunës të Drenasit, edhe ka një pozicion institucional dhe shtetëror, edhe unë e thash pak më herët, që zgjedhjet në Partinë Demokratike të Kosovës pritet të hapen për shkak se ne kemi pas konventa, kemi zgjedhë kryetar, po për shkak që objektive nuk kemi pas zgjedhje prej në degve që një periudhë gjatë kohore.
Prandaj është e nevojshme, mas e nevojshme, që pasi që të përfundohen zgjedhjet me 28 dhjetor, në pranverën e vitit të ardhshëm, të fillon gara e brendshme zgjedhore duke filluar nga nëndegjet e në gjitha nivellet e Partisë Demokratike. Kjo pastaj do t'i përcaktoj qartë dhe strukturat të udhëhecën në nivellet. Edhe kryetarët e degëve, edhe kryesitë e degëve, edhe këshilla drejtues, edhe këshillin drejtues qendror, edhe normalisht kryesinë e re. Dhe ju po thoni bashkë janë gjithë, keni punuar edhe me Kaçanikun, edhe aty ka pasur një qarje për qarje, kanë shkuar duke kandiduar të një partije pastaj kundër njëri tjetrit. Unë im taku, jemi bashkë, me siguri jemi bashkë, pa asnjë dilemë dhe ata kanë shprehur vullnetin edhe gatishmërinë e plot që të gjithë bashkë